më vjen keq që këtu deputetët e Vlorës, deputetët socialistë e Vlorës, nuk flasin për atë që janë duke i bërë qarkut Vlorës dhe qytetit Vlorës. Një socialist i Vlorës, ish socialist mund ta quaj tani, më shkruajti dhe më tha: "Të lutem më cito pak në kuvend dhe thuaj që tashmë kjo është refreni që kanë qytetarët e Vlorës. Vlorë, moj Vlorë, u nise për kryeqytet të katandisën fshat me det. Sepse sot ja keni heq Vlorës gjithë institucionet. E fundit që doni t'i hiqni është kadastra. Me teorinë e doktor Adhamudhit që nëse nuk funksionon kreje, ju thoni me qënë se jeni të paaft për të ndërtuar një institucion që i përgjigjet ligjit atje dhe që nuk i përgjigjet bandave, e marrim e shkrim dhe e sjellim Tiranë. Pa llogaritur se ku do të shkojnë punonjësit, pa llogaritur se si do të marrin shërbimin qytetarët, pa llogaritur që shkelni kushtetutën, pa rimet e ligjit, sepse këtu bëni si ju do qefi ju. Dhe Vlorën sot i keni hequr gjykatën e apelit, i keni hequr gjykatën administrative, i keni hequr drejtorinë arsimore, i keni hequr drejtorinë e bujqësisë, i keni mbyllur portin, i hiqni kadastrën, pra një fshat me det. Dhe kjo nuk është vetëm për Vlorën. E marr shembullin sot Vlorën me qenë se është çështja e ditës, po të gjithë qytetet e qarkut të Vlorës po kthehen në fshatra. Delvina është bërë një fshat, ku çdo institucion që ka qenë atje, nga drejtorita timesh, nga drejtori hipoteka, pyjore, bujqësore, çdo gjë, edhe spitali është kthyer në thjesht një urgjencë. Ku nga një spital me 70 shtretër, sot e ke vetëm një urgjencë për të bërë një gjilpër dhe për t'ikur.